Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryetari i ri i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Adem Çoçul, vetohet përpara kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Pas marrë zyrtarisht të detyrës, ai njoftoi se së bashku me ekipin e tij do të kërkojnë integritet, përgjegjësi dhe transparencë nga të gjitha institucionet, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për prioritetet e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ai theksoi se po përballen me shumë sfida. Vlerësimet e Komisionit Evropian janë ashtu siç janë. Si kryetar, do të përpiqem të përmirësojmë këto vlerësime. Do të duhet shumë punë, paralajmëroi Çoçul. Ai u zgjodh si kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me 82 vota. Kryeparlamentari i Republikës Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, kërkon nga strategjia e re kombëtare për parandalimin e korrupsionit 2026-2030 të pasqyrojë vizionin se si duhet të funksionojë shteti dhe se si duhet të parandalohet korrupsioni. Apeli erdhi gjatë seancës së betimit të kryetarit të ri të Komisionit për Antikorrupsionin. Sipas Gashi, strategjia e re pasqyron një vizion të ri për mënyrën se si duhet të funksionojë shteti, një vizion i ndërtuar mbi analiza serioze të riskut, mbi praktika europiane, si dhe mbi konsultime të gjera me institucione ekspert, partnerë ndërkombëtar dhe shoqërie civile. 2 milion euro janë dhënë nga qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren. Zëvendës kryeministri e transportit, Kaltrina Zekolli, në intervistë televizive nënvizoi rëndësinë e kësaj rruge si në aspektin ekonomik ashtu edhe në turizëm. Për këtë projekt 2 milion euro janë ndarë në buxhetin e ndërmarrjes publike shtetërore për hapjen e tenderit për projektin kryesor, deklaroi Kaltrina Zekolli. Protestat në Bullgari për shkak të propozimit buxhetit për vitin e ardhshëm mund të komplikojnë marrëdhëniet dhe çështjet mes Maqedonisë dhe Bullgarisë. Presidentja Gordana Silanovska-Davkova thosë se është e kuptueshme që një gjendje e tillë pasqyrohet në marrëdhëniet e përbashkëta, por shpreson që ata ta tejkalojnë shpejt këtë moment. Shpresoj që atje do të zgjidhen problemet, unë nuk mund të them se si, a përmes edhe një palë zgjedhjesh të parakohshme apo përmes riformatimit të vet koalicionit, por është e rëndësishme të ketë një qeveri që do të mund të udhëheqë punët në shtet, tha Gordana Silanovska-Davkova, presidente e Republikës Maqedonisë së Veriut. Rajoni. Gjykata speciale në Haag vazhdon masën e paraburgimit për Hashim Thaçin dhe të tjerët. Në vendimin mbi rishikimin e paraburgimit më 3 dhjetor 2025, gjykatësi vetëm urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt dhe Fadil Fazliut. Gjykatësi Gostion pretendon se nëse do të liroheshin, ekziston rreziku real që të akuzuarit të mund të pengojnë ecurinë e procesit dhe të kryejnë të tjera vepra penale. Zëvendës sekretaria e përgjithshme e NATO-s, Radmila Sekerinska, ka folur për rolin e KFOR-it në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në Kosovë dhe për rëndësinë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se gjendja e sigurisë në Kosovë vazhdon të jetë prioritet për aleancën, veçanërisht pas tensioneve në komunat veriore. KFOR mbetet i përkushtuar dhe për këtë kemi bashkëpunim me të gjitha institucionet në Kosovë, me policinë e Kosovës dhe me Euleksin, si dhe bashkëpunim të mirë me forcat e armatosura serbe me qëllim që ta përmbushim mandatin ton. Besojmë se numri më i madh i trupave është i nevojshëm, deklaroi Sekerinska. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama argumenton sërish përmes rrjeteve sociale kërkesën ndaj gjykatës kushtetuese për heqjen e pezullimit nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Bolluku. Shkak sipas tij është bërë vënia në punë e projektit për një linjë direkte udhëtimi me Kanadan. Kanë përfunduar bisedimet në nivel teknik dhe kthim përgjigje pozitive palës kanadeze i ka hapur rrugë lidhjes së marrëveshjes dypalëshe mes Shqipërisë dhe Kanadas për nisjen e fluturimeve ajrore transoqeanike me dy vendeve, por kjo procedurë nuk mund të vijojë me hapat e mëtejshëm të miratimit, pasi autoritetin ekskluziv kushtetuta i jep ministrit dhe kompetencat e tij nuk mund të delegohen tek askush tjetër, apelon Edi Rama. Krahas saj, sipas Ramës, janë dhe 36 akte të tjera të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të cilat mbeten të pezulluara bashkë me ministrin. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë rrëzoi kërkesën e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për interpelancë me kryeministrin Edi Rama. Sipas Niko Peleshit, çështja e Belinda Bollukut është në gjykatën kushtetuese dhe përpjekjet politike për të nxjerrë një vendim mund të ndikojnë tek ligji. Kërkesa për interpelancë urgjente sipas parashikimit në nenin 80.1 të kushtetutës dhe nenin 97 rregullores nuk duhet pranuar sepse çështja është aktualisht një shqyrtim gjykatën kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Çdo përpjekje për ta nxjerrë një vendim politik para se të përfundojë shqyrtimi kushtetues mund të cënojë parimet e pavarësisë të institucioneve dhe sullimit të ligjit. Argumentet i kanë parashtruar në kërkesën e paraqitur më herët, tha ndër të tjera Peleshi.
Në këtë kuadër është e domosdoshme që të pritet vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese dhe të respektohen proceset ligjore dhe kushtetuese që kanë për qëllim garantimin e drejtësisë dhe funksionimin e duhur të institucioneve shtetërore. Kundër kërkesës së demokratëve votuan 74 deputet dhe 17 të tjerë përkrahen kërkesën për interpelancë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se prania e kryeministrit të seancë nuk ishte për ligjshmërinë e vendimit të gjykatës për pezullimin e ministrit, por për mbrojtjen që kryeministri i bën numrit 2 të qeverisë. Ajo për cilën kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin është eksaktësisht ndërhyrja institucionale e kryeministrit në një çështje në hetim, mbajtja në detyrë e një ministri apo zyrtari të marrë të pandehur për abuzim me disa tendera publik dhe ndërkohë nën hetim për disa tendera tjerë, si dhe ngritja e pretendimeve në kërkesën që ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese në emër të Kuvendit të Shqipërisë, pa e konsultuar Kuvendin e Shqipërisë. Sipas Bardhit, kryeministri Edi Rama duhet ishte marrë i pandehur së bashku me Ballukun, si bashkëautor i vjedhjeve për tunelin e Llogaras dhe të Unazës së Madhe. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në intervistë televizive komentoi vendimin e gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për pezullimin e zëvendës kryeministres. Sipas Tauland Ballës, nuk ka ligj që parashikon një tjetër vendim përveç se për shkarkim ose emërim për një ministër ose deputet. Balla pretendon se në këtë situatë kryeministri është në pamundësi të ushtrimit të gjithë kompetencave të tij, pasi nuk mund të delegojë kompetencat tek askush tjetër përveç se tek zëvendës kryeministri. Partia Socialiste nuk do të pranojë tërheqjen e firmave nga Partia Demokratike për 7 kandidatët që mbështetin për avokatin e popullit. Burime për media thonë se për socialistët tërheqja e firmave është jashtë afatit. Një ditë më parë, Partia Demokratike njoftoi papritur tërheqjen e firmave të gjithë deputetëve për kandidaturat që do t'i përcilleshin seancës për votim me argumentin se nënshkrimet janë dhënë përpara se kandidatët kalonin filtrin e Komisionit të Ligjeve. 26 kandidatët që shprehen interes për këtë post morën fillimisht miratimin nga Komisioni i Ligjeve, ndërsa afati i mbështetjes me 28 firma deputetësh, emrat që do t'i kalonin seancës plenare për votim, skadoi të martën. Socialistët nuk mbështeten me firma asnjë prej kandidatëve, ndërsa theksuan se do të votonin siç kërkon tradita parlamentare, një nga emrat që do të propozonte opozita. Partia Demokratike në Shqipëri vjon akuzat ndaj qeverisë se në 12 vite ka ngritur një sistem të korruptuar dhe vepron vetëm në favor të klientëve të saj. Në Kuvendin e Shqipërisë, deputetja demokrate Jurita Tabako tha se Rama nuk synon një ekonomi të shumicës, por për një grusht njerëzish. Për herë të parë në historinë e post-tradicionit, shteti është kontribuesi më i madh i rritjes. Ashtu si në ditët e ekonomisë komuniste e socialiste, ku rritja mbahej nga shpenzimet e shtetit e jo nga puna reale. Taksat neto kanë dhënë kontributin më të madh në rritjen ekonomike, 1.97%, si rezultati të çmimeve të larta, si rezultati i konsumit të brendshëm të fryrë nga projektet e qeverisë, ku pjesa më e madhe e tyre janë korruptive. Tha ndër të tjera Tabaku. Bota. Rusia do të marrë Donbasin ushtarëkisht apo ndryshe, kështu deklaroi presidenti rus Vladimir Putin në një intervistë për India Today para takimit të tij me kryeministrin indian. Gjithçka varet nga kjo, ose i çlirojmë këto territore me forcën e armëve, ose trupat e Ukrainës e tërhiqen nga këto territore dhe ndalojnë së luftuari atje, tha Vladimir Putin. Për presidentin rus, Donald Trump po përpiqet sinqerisht të gjejë një zgjidhje konsensuale për paqen në Ukrainë, por shtoi se kjo është e vështirë. Ai theksoi edhe një herë se Shtetet e Bashkuara duhet që të përfshihen për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por jo të ndërhyjnë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëroi presidentin rus Vladimir Putin se ndonse NATO-ja është një aleancë mbrojtëse dhe u të mbetet e tillë, ajo është e gatshme dhe e vendosur të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur 1 miliard qytetarë dhe për të garantuar sigurinë e territorit. Rutte paralajmëroi se aleanca po përballet me rreziqe reale dhe të qëndrueshme, teksa Rusia vazhdon agresionin kundër Ukrainës dhe provokimet ndaj vetë aleancës. Rutte theksoi se vendet anëtare po rrisin ndjeshëm angazhimet e tyre, por shtoi se duhet bërë edhe më shumë në muajt dhe vitet në vijim. Franca i ka syt nga Kina për zgjidhjen e konfliktit me Ukrainën. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se Kina zotëron aftësi vendimtare për të ndikuar
në arritjen e një pushimi në Ukrainë. Komentet u bën gjatë takimit me presidentin kinez Xi Jinping i zhvilluar në sallën e madhe të popullit në Pekin. Macron theksoi se roli i Kinës në stabilizimin e situatës ndërkombëtare është i rëndësishëm, veçanërisht në krizën e vazhdueshme në Ukrainë. Ai nënvizoi se Pekini është një aktor me peshë në çështjet globale dhe se mbështetja e tij mund të jetë thelbësore për të shtyrë palët drejt një zgjidhje diplomatike. Kompania Meta fillon heqjen e fëmijëve australian nën 16 vjeç nga platformat e Instagramit, Facebooku dhe Threads, vetëm një javë përpara se të hyjë në fuqi ndalimi zyrtar për adoleshentët në rrjetet sociale. Pritet që 150.000 përdorues të Facebooku dhe 350.000 llogari në Instagram të preken nga këto masa. Threads, platforma e ngjashme me X ose ish Twitterin, mund të aksesohet vetëm përmes një llogarie në Instagram, shkruan BBC. Ndalimi i rrjeteve sociale për të miturit i pari i këtij lloji në botë hyn në fuqi më 10 dhjetor në Australi. Sipas ligjit të ri, kompani do të përballen me gjoba deri në $49.5 milion australian nëse nuk marrin masa të arsyeshme për të ndaluar fëmijët nën 16 vjeç të hapin ose të mbajnë llogari në platformat e tyre. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.